Por zonja Feza si një humbje e lëvizjes vetëvendosje ky rezultat, kur vazhdimisht ka pasur diskutim e komentim në lidhje me krahasimin që bëhet normalisht me zgjedhjet e fundit, në zgjedhjet e dhjetorit, cila është përgjigjja juaj? Unë thash ne jemi në garë me vetëvetën, sepse nuk kemi kundërshtar sa i përket rezultatit. Në anën tjetër, është absurde të quhet humbje rezultatit të cilin e kemi ne, nëse i shihni rezultatin të cilin e kanë partitë opozitare. Unë besoj që më mirë se sa të komentojnë rezultatin tonë dhe garën tonë me vetëvetën, partitë opozitare është mirë të mirën me rezultatin e tyre. Edhe të shohin se pse qytetarët e Republikës Kosovës nuk po ju japin mbështetje atyre. Mendoj që ky do të jetë një mesazh që ata të reflektojnë mbi mënyrën se si e kanë bërë opozitarizmin në kuvend, edhe se si qytetarët janë duke e parë punën e tyre në spektrin politik e publik. Pse qytetarët edhe kësaj radhe nuk ja dhanë vetëvendosjes 51%? Tani unë po them, kjo është analizë e cila duhet bëhet tutje, por qytetarët e Republikës Kosovës i dhanë mbështetje shumë fuqishme vetëvendosjes, përsëri, pas një procesi zgjedhor të panevojshëm, në të cilin edhe se ishte i panevojshëm qytetarët u mobilizuan dhe mbështetën, për këtë ne jemi shumë mirënjohës edhe do të angazhohemi me krejt kapacitetin që ka di me mundemi që ti përgjigjemi kërkesave edhe ti shërbejmë sa më mirë që është e mundur qytetarëve të Republikës.